Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 14 dhjetor të 2025-s. Po val, çfarë na sjell data 14? Ditë e diellit. Shëndrin. Ftohtë ama. Mundet që të ketë diçka, një surprizë në vetvete? Jo. Mund të ketë diçka që mund të na spionojnë? Po. Mund të kemi probleme me ligjin nesër, të hënën? Vëllai, është pak problem. Çfarë duhet bëjmë? Si ditë dielli që është, unë ju them ju bëni si doja barazmës tuaj, sepse disa gjëra që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet, në lidhje me vendimet që merren, nëse nuk e shprehim, e mbajmë për brenda, është problem i madh. Sepse çfarë flasim regjistrohet. Çfarë kemi thënë me të drejtën tonë, me shpirtin tonë, ose kemi vajtur në një vend të rëndësishëm, kemi pirë një kafe me dikë, na ka qerasur, e kemi qerasur, jemi në pozitivitetin tonë që neve të flasim reale në atë që bën, ose çështje të tjera që mund kemi. Por çfarë themi? Do të jemi shumë të kujdesshëm. Sepse jo për arsye të punës ose arsye të gjërave që ndodhin ose diktojnë në këtë aspekt, por çdo njeri në këtë botë, ose ne shqiptarët të shkret, pse jemi shkret, ne gjitha kemi, po e them në mënyrë për iluzionin që ndodh te shqiptarët tonë, që ka do të thotë që një ditë diele që është, bisedojmë çiltër, hapur, por rreth e qark ka edhe njerëz që nuk duhet. Çfarë ndodh për këtë dhe ndikimin e kësaj dite të datës 14? Ndëgjoni me vëmendje. Ju bëni si të doj e bardha zemrës tuaj. Unë kam drejt t'ju them. Data 14, miqtë mi të dashur, ku marsin e katërkëndësh, unë i kam problem katërkëndëshat. E them gjithmonë. Edhe vetë personalisht, unë i ruhemi gjithçka, do të keqës i ruhesh. Si do që tjetë. Por i bëj ballë asaj çka është, dhe di që deri ku shkon. Prandaj duhet kjo gjë. Atëherë çfarë duhet të bëj në këtë aspekt? Data 14, miqtë mi të dashur, me një katërkëndësh, me Marsin në shiqetar dhe me Neptunin në peshk. Neptuni është mashtrimi, ndikimi për të marrë, për të dhënë, dhe si të bëj për vete. Dhe kjo do të thotë, ky është një kënd mjaft i kërkuar që mund të sjellë zhgënime, mashtrime, humbje, lajme të rrema. E keni dëgjuar juve që ju them dhe në televizor, e keni dëgjuar te TVSH-ja që kur them në ditët, çdo ditë, keni kujdes nga lajmet e rrema, nga mashtruesit. Po ja pra kjo ditë është ky çështje. Them që është perfekte, është kështu, është ashtu. Jo, zotni, jo. Është 1 dhe 1 bëjnë 2, pikë. Ju zgjidhni si çdoni juve, por unë kam drejt të them. Dhe në lidhje me këto, lidhet me nivelet e ndikimit dhe të kontakteve tona me njerëz që nuk i njohim mirë, veçanërisht kur ne quajmë që këta janë si tipi i ndryshimeve, i kërmive, që janë të gurve, nën gur, nën poshtë, ose akrepëve, nën gur, që ti nuk e di, dhe këtu duhet pasur kujdes. Keni kujdes nga element problematik. Nëse jeni në udhëtime, jeni të vëmendshëm. Sepse kjo datë, mbajeni mend datën 14 dhjetor. Sepse me disa çështje që do ndodhin, do thonë po na tremo Jorgo, çfarë po bëhet? Jo, po jemi kam tok asnjë gjë s'të ndodh. Sepse paniku sjell problem. Paniku është ai që edhe ti je në vend hapur, dhe të bie një tërmet, të tund shkon 9 ballësh, po në vend hapur je. Nuk je në godin, kat 13, ose në kat parë, që fshihet nga harta. Pse do mërzitesh? Po patë mendje në vend, dhe me kam tokë, di çfarë do bësh. Këtu është forca që njeriu ka, që krijuesi të ka dhënë, ta përdorësh qetësinë në kohën që është stuhia. Kujdes çfarë them. Juve nuk e di se e merrni, po unë duhet t'ja them sa më shprehem, sa më qartë, sa më fshatshë, sa më qytetarshë. Si doni merreni. Në anën e problemeve,
Nuk zgjidhet problemi me frikë. Problemi humb me frikë. Ose me nxitim. Gabimisht rrshkasim dhe bijem dhe thym kokën tonë. Jo. Dim ku të shkelim, dim çfarë të bëjmë, dim çfarë duam. Dhe nxjerr në pas çështje që lidhen me produktet farmaceutike. Gjëra që do të bëjnë, do keni kujdes juve që merrni me farmaceutik. Se faji juaj, faji të tretëve është faji juaj. Nëse juve nuk e zgjidhni këtë gjë. Mos e merrni përsipër i diçka që nuk është e juaja. Sepse do përgjigjeni nesër. Dhe kjo është ky problemi më i madh. Dhe ndikimet që kanë të bëjnë, që janë më të ekspozuar dhe në skandale që do ndodhin. Kjo ndodh 3 ditë plus 3 ditë minus, Jemi data 14 po flasim. Por mund të ndodhin në datën 11, 12, 13. Mund të ndodhin 15, 16, 17. 3 ditë plus minus. Unë e them gjithmonë këtë. Dhe shikojmë se çfarë do shpërthen disa skandale në datën 14 dhjetor. Kujdesi më të madh duhet të bëjnë binjakët, vyrgjeresha, shijetari, peshqit dhe diçit të tretë. Ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Prandaj duhet të jenë shumë të vëmendshëm. Por kur ndikohet ky kënd kaq i vështirë, kemi dhe orën që ndodh fenomeni. Kemi orën 4:30 të mëngjesit, 4:30 të mëngjesit, deri në orën 11:45 në mëngjes. Ky hark kohor është shumë i vështirë dhe mundoni që të rregulloni gjërat. Deri në këtë orë mundoni që as kontrata 11:45, këtu është problemi se në 4 kur të flini gjumë. Po 11:45 është çështja, nga orat 9, 10 dhe 11:13. Do thoni që të firmosim ditëlire, po ka disa gjëra që lidhen me këto gjëra dhe është problem. Por gjithsesi bëni kujdes, mos mund nxitoni në çështjet e tilla se është shumë delikate në këtë aspekt. Meqenëse u zgjata çik më tepër, por gjithsesi është ky problem dhe kjo çështje që ndodh. Tani, para se të fillojmë me parashkimet e kësaj dite, unë ju kujtoj, për ju që interesoni për parashkimet të detajuara, kemi faqen atje, Astrolog Pikal, ndash abononi si doni bëni, shikojeni, ajo fotoja atje e vogël, klikojeni, i keni të gjitha të dhënat atje, paketat dhe më pas jeni gati për të dhënë ose për të marrë paketën tuaj dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viber, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, kemi pikërisht të butonin këtu, e klikoni, e shikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhe. Vijoj me shenjat me radhë tani, vijoj me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft pozitive dhe tepër ideale në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë me karrierën dhe vendime të rëndësishme. Në çështjet e dashurisë me ujor dhe virgjeresh janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e demit. Çfarë ndodh me shenjën e demit dhe ku demi ka përplasin ose ndikimet e veta në punë? Kujdes me farmaceutikën. Farmaceutika do të thotë demi e ka një ndikim të tillë. Për ju që keni farmaci, do keni shumë kujdes sepse të hënën ka probleme të mëdha, të hënën dhe të mërkurën. Nëse gjithsesi nuk dua t'ju mërzis, por leta të keni gati të ta dini se çfarë do ndodh. Në çështje shpirtërore, ka vënë individ pastaj. Në çështje që ka të bëjnë me dashurinë, me virgjeresh dhe me ujor, duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Binjakët do kenë një mundësi tani në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me vendimet që merren, sepse ka të bëjnë shumë në anën ekonomike dhe çështjet që lidhen me vendimet dhe çështjet pozitive që ju e keni, është momenti i duhur për sa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve. Binjakët gjithmonë kanë qenë dhe janë dhe mbeten shenjat më të zgjuara të zodiakut në fushat të ndryshme. Dashuria është me shigjetar. Gaforet, fokusoni tek puna, miqtë e mi. Për juve që jeni në lidhje me takime dhe vendime të rëndësishme ose me udhëtime. Gjermania, Franca, pak vëmendje. Sot jeni pak neutral. Jo nevrik apo diçka. Mund të them që mund të ketë ndikime, por gjithsesi është koha juaj. Çështja e dashurisë me peshk është perfektja. Shkojmë tek luanët.
Luanët duke si shenjë zjarri nevrik për ditën e sotme, me të drejtën e tyre, se kanë disa gjëra që nuk fokusohen shumë në atë çka bëjnë, por kanë të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me shiketar, duken të mpara. Vijojmë tek shenja e virgjëreshës. Virgjëresha të dashur me qenë se juve merrni me farmaci, merrni me mjekësi, merrni me gjëra të kësaj natyre, bëni kujdes sepse dita e hënë dhe tutje, do të flasim për ditën e dielën, po përgatitemi. Keni mundësinë të shkoni ku keni gabuar, sepse një kontroll i imtësishëm që mund të ndodhi, ose diçka që nuk keni faj fare, të tjerët e kanë fajin, por ata janë hajsusaj dhe juve jeni punëtor të tyre. Keni kujdes në këtë aspekt, sepse një problem është problem më i madh që mund të ndodhi dhe ju e keni hasur në shpinën tuaj këtë gjë. Prandaj keni kujdes, mos mund nxitoni miqtë mirë dhe dashamirës. Keni kujdes në çështjet që lidhen me ekonominë, sepse është diçka problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me britsjap dhe binjak janë të para. Shkojmë tek shenja e radhës që do thot peshorja, ku çështjet janë më të ekspozuara në ndryshime të mëdha që ndodhin në vendime dhe ndryshime të tjera që kanë bërë. Por gjithsesi, kjo është një kohë që rregullohet, stabilizohet, mundsohet në anën tuaj dhe koha ka të tregon që gjërat janë pozitive dhe mundësitë janë të mëdha për sa i përket çështjet ekonomike, për sa i përket vendimeve të rëndësishme që ju keni, por dhe një kohë e përshtatshme për marrjen e vendimeve të rëndësishme. Çështjet e dashurisë me dem është ana juaj. Shkojmë tek shenja e radhës që do thot shenja e akrepit. Akrepët janë mjaft të ndikuar të zënë sot, sepse ju e keni për infermieri, për ju që keni provime, për ju që keni përgatiteni, domethënë, për të hënën. Jeni përgatituni sot që t'jeni gati nesër për gjëra shumë të rëndësishme dhe për të thyer barriera, dhe është e mundë për të ndodhur kjo, dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar. Dashuria me dem është aja dhe zhëja. Shqiptari pulson shpejt dhe nismat e reja janë ndikimet favorite në punë, në karrierë. Dashuria me binjak duket se ja ka dalë. Britsjapi është mundësia, koha, mënyra, vendimi, ndryshimi i madh që ka. Por në lidhje me punën është në një dilemë sepse bisedimi që ka në orën 10, shtyje për 12 britsjapi i dashur, sepse është koha jote, është momenti më i mirë juaj. Nëse s'doni është puna juaj dhe çfarë do të bëni. Por në çështje shpirtërore, mos hezitoni me virgjëresh, sepse ka kohën dhe momentin, kurse me binjak është i diçka ndryshe nga që keni menduar. Shkojmë tek ujorët. Ujorët janë shenjat më dashamirëse, janë më pozitive në atë që bëjnë, në atë që kanë, por janë shumë kërkues. Mënyra dhe mundësia janë dy gjëra kryesore, por në punë janë të dashuruar me punën dhe jo me individin. Prandaj shikojeni pak, 80% të punës e keni juve dhe e keni në dorë, 20% lejnë dashurisë. Kur duhet jetë e kundërta, por po a fal sot, se ditë pushimi po jap 20% të dashurisë. Sepse të martë mërkure keni mundësinë ju dhe i bëni gjërat e tjera si doni ju, po gjithsesi kjo është diçka për të parë, por gjithsesi është koha juaj. Dashuria me luan nuk ka kufi. Peshqit. Çfarë ndodh me peshqit? Peshqit kryesorja është ekonomia. Disa parat pamara, mos i merrni sot. Po t'i merrni do t'i prishni rrushe kumlla do t'i bëni. Prandaj keni kujdes në këtë aspekt. Kurse në çështjet e dashurisë, dashuria nuk blihet, por fitohet. Nuk ekspozohet, por mbulohet. Dhe kjo është zemra. Ajo që është zemra atëherë është akrepi dhe demi. Mbajeni mirë, sepse do t'ju freskoj në behar dhe do t'ju ngrohi në dimrin e acartë. Këtë ju thot Jorgo Pulla. Këto ishin parashikimet për sa përket pikërisht kësaj date, ka të rëndësishme, por dhe të vështirë për sa përket çështjeve madhore që kanë, edhe pse ditë e diel. Nëse doni parashikime të detajuara ose doni të dini mbi paketat, e keni astrologu.al. Sepse u lodha me thënë nga hera astrologu.al, astrologu.al. Po dëshët bëni, po dëshët të bëni. E keni atje, keni atë foton atje, klikojeni atë foton. E shikoni paketat dhe gjërat janë në dorën tuaj. Nëse dëshironi, mund ta bëni. Dhe më pas, flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve,
dhe doni të dërgoni një mesazh, dhe nuk vete mesazhi, po çdreqin kaqës vete. Se s'keni bërë subscribe. Ashtu nuk fajim tani. Bëni subscribe edhe ndiqni hapat atje. Dhe pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe merrni drejt për së drejtë përgjigje. Nga Mirpulla, një të diel të lumtur dhe të gëzuar ju uroj.